Sot kemi përshitje makinë shumë të veçantë, s'kena pa deri tash si këto përshitje. Është Dodge Ram 1500 i 2025-s, i ardhur nga Kanadaja, është akoma në garanci, ka 5 vjet garanci ose 100.000 kilometra, me kamerë para, kamera 360 gradë, distronikun, sensor të parkimit, shumë i bukur, ka edhe këto airventat tu te kofra. Gomat i ka Bridgestone, shumë gjendje të mirë, kjo është makinë e re, shumë pak e përdorme, edhe diset e pastra i xeçe, shumë bukura. Blind spot të pasqyrat 3 konçat, kësaj është bo ekstra, është vendos kjo shkalla. Edhe pjesa këtu, bed cover, pjesa mrapa, që mullo është vendos ekstra, është kamerë mrapa, plus është bo gjithë vesha kësaj, e ka bo kjo kompania këtu, Reflex, që të mos gërvishtet, mos ndryshket, është perfekt. Edhe ka më shumë grip, mos rreshasin dhe gjonat. Ka këto hiqin, këtu ke pastaj me lidh ato dritat e trailerit, 2 marmitat që ka vetë, shumë e bukur, shumë e pastër. Kjo është motorin e ri, 3 mish, 6 pistonç biturbo, është më i fuqishëm se Hemi, ka më shumë tork, ka 420 kuaj fuqi dhe 636 Nm tork. Edhe tash është me kamion ZF8 TP-n, super kamion është 8TP 75, që më shumë fuqi, shumë motor i mirë, edhe ky nuk është se ka nevojë për karburant premium me oktan të lartë. Është me regular, me karburant normal, me benzinë normale puno. Shumë më ekonomik se 5.7, shumë i fuqishëm, shumë e shpejt. Për pick-up që është kjo, kap 0-100 për 5.2 sekonda, shumë e shpejt. Makina vjen me 2 çelësa normalisht, si vjen nga fabrika, po ka edhe këtë extra security, ka i çelës tjetër që ta blokon. Është për siguri e për siguracionin, në fakt, që të mos rritet shumë, po ta blokon makinën në rast se duan me ta vjedh. Nizet remotely, edhe unes tashi. Normalisht është me keyless go, edhe kjo është e lartë si makinë, po me këtë shkallën është shumë më kollaj aksesi. Sedilet i ka elektrike, me lumbar support. Këtë timonin multifunksional me këta gjonat, distronikun, lenki pasistin e qëtë gjitha. Ka 11.400 km me timon me ngroje, sedilet me ngroje, klimën me 2 zona, me Apple CarPlay, Android Auto, i ka shumë mire ka këtë sistemin. Traction control i off, sensor të parkimit off. 4-wheel drive automatike, 2-wheel drive, 4 high, 4 low, edhe auto start stop i off. Arsyeja që kjo makinë po shitet është thjesht se nuk e nxe garazhi edhe çmimi është 70.000 euro, aq sa ka shku si kosto, blerje transporti deri këtu. Është pa dogan, po gjithkush kush është interesuar mund ta kontrollojë ku doje, është akull, sigur ka dalë nga fabrika se ashtu është shumë pak e përdorme. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.